Dhe ja ku jemi dashur me që në studio pas prezentimit të gjithë të ftuarve, prezentimit të temave që do t'i diskutojmë sot, të materialeve nga tereni që kemi përgatitur së bashku me kolegë dhe të gjithë stafin e familja jonë, do të mundohemi që brenda 2 orëve të prekim të gjitha temat nga pak, marrë parasysh kërkesat e juaja, por asesi me që jemi në muajin e shejtë të Ramazanit, nuk do të kaloj një e diele pa e pasur një temë ku do të flasim për gjërat e mira, pozitive, përfitimet shëndetësore, psikologjike, shpirtënore të muajit të Ramazanit dhe të agjërimit. Javën e kaluar, së bashku me Hoxh Fadil Musliun, kemi folur në përgjithësi për Ramazanin, për agjërimin, për detaje shumë të rëndësishme të cilet ju na keni pyetur. Sot të ndalemi te një pikë shumë e rëndësishme dhe e ndjeshme. E dim që shëndeti mendor është dhe duhet në fakt të jetë prioritet për secilin. Përmes emisionit Familja Jonë jemi munduar që çdo herë t'i kushtojmë vëmendje dhe ta vendosim në rend të parë shëndetin mendor, dhe ja që agjërimi dhe Ramazani ka një efekt pozitiv edhe te kjo pjesë. Normalisht që gjithmonë përgjigjet i marrim nga burimet të sigurta, nga ekspertë të fushave për temat që flasim. Sot këtë temë do ta diskutoj së bashku me miken e emisionit Familja Jonë, Antigona Qenaj Sejdiu, psikologe klinike. Mirë se erdhe, Antigonë. Mirë se gjeta, Saran. Shumë kënaqësi me të pas studios dhe herë. Gjithmonë kënaqësi edhe për mua. Të konsiderojnë miken tonë edhe shikues të konsiderojnë miken e tyre, sepse ngojnë me vëmendje çdo gjë që ti këshillon, rekomandon dhe tregon në fakt. Faleminderit për besimin që gjithmonë e keni shfaqur raport me ato që unë përfaqësoj. Edhe nihem si në shtëpi me të vërtetë këtu. Shumë faleminderit, Antigonë. E thash që agjërimi për gjithë ata të cilët janë besimtarë dhe praktikojnë fenë islame dhe janë pjesë e iftareve dhe sifyreve dhe kësaj traditës agjërimit, kanë përfitime të shumta që i kemi folur edhe nga nutricionistët, përfitime shëndetësore, por ja që studimet kanë treguar që ka shumë përfitim pozitive edhe tek shëndeti mendor. Po, Sarand, shumë shpesh po dëgjojmë tash edhe në rrjetet sociale për benefitet në aspektin shëndetësor të shkaktuar prej agjërimit, dobit e agjërimit, por ndoshta më pak kemi pa të fol për pjesën psikologjike, për atë pjesën emocionale dhe mendore, mirëqenien psikologjike në përgjithësi. Agjërimi njëjtë sikurse në shëndetin fizik ka shumë benefite edhe në aspektin psikologjik, duke filluar prej uljes së nivelit të stresit, sepse trupi jonë funksionon përmes energjisë të cilën e marrim përmes ushqimit. Dhe gjatë kohës sa ne jemi agjërueshëm, kur e kemi privu veten nga ushqimi, kemi mundësu që organizmi jonë me pas më pak energji, të cilën ai fillon e përdor energjinë që e ka brenda trupit për me funksionu. Po çka ndodh? Kështu ai kursen energjitë e tij dhe përdor energjinë vetëm për gjanat e rëndësishme. Dhe deshtëm ma posdeshtëm, kjo bën që na t'jemi ma me kam në tokë, kisha me qujtë kështu emocionalisht, sepse nuk kemi ma energji me u marrë me gjanat që s'janë të rëndësishme. Kjo ullë nivelin e stresit, automatikisht prodhohet ma pak kortizoli dhe gjatë Ramazanit studimet po tregojnë që prodhohen endorfinat që lirojnë, që janë përgjegjëse për hormonet e lumturisë, domethënë për ndjenjat e lumturisë, kështu që ne veç jemi më të qetë, e ulim nivelin e stresit, merrem me gjëra që janë të rëndësishme, që janë bazike, sepse nevojat, kemi një hierarki të nevojave, që është për shembull, që ka përshkruar edhe Maslowi, dhe nevojat fiziologjike, nevojat për ushqim janë nevoja bazike. Nëse na jemi të rritur, nuk kemi energji me dasht, me pas nevojë për vet aktualizim. Do thënë, automatikisht bjen ajo intensiteti për me kërku na më shumë. Kjo ul nivelin e stresit. Sot shohim që stresi, ankthi, depresioni, çrregullimet e panikut janë probleme shëndetësore për cilat flitet shumë shpesh edhe njerëzit po vujnë. Atakohen shumë. Ka një rritje të këtyre problemeve në gjithë popullin, domethënë në bardhë botën, në përgjithësi jo vetëm tek ne. E kisha kategorizuar në 2 grupe, Antigonë, në mënyrë që të ndajmë, sepse përfitimet janë tek të 2 grupet. Janë pjesa e atyre që shpirtënisht e bëjnë agjërimin duke e ndjerë, duke e besuar, dhe kjo ndihmon shumë edhe këtë aspektin psikologjik, dhe është pjesa tjetër që me studimet e mëdha botërore
që madje edhe që nuk i përkasin fesë islame, bëjnë fasting për shëndetjen dhe organizmin e tyre. Tek të dy kategoritë, ndikon, ose më mirë tregom ti sa ndikon në aspektin psikologjik. Po, tash këtë pjesën e shpirtnoreve që e elaborove. Fetare nuk është se jam personi përgjegjës me shpjegu, po unë prej përvojës time punoj natyrisht edhe me rastet të cilët agjerojnë për shkak të fesë të tyre dhe të cilët të mbajnë dieta siç është fasting ose të ngjashme. Një efekt që dallon këto dietat edhe personat që agjerojnë është ky elementi shpirtnor, sepse agjerimi e ka këtë komponentën shpirtnore që jep një ndryshim, një kahje tjetër krejt situatës. Nëse dikush është të majtë një dietë për shkak se ka një qëllim qysh është dobësimi, personat që agjerojnë edhe mund të dobësohen, por nuk është ai qëllimi. Qëllimi është krejtësisht diçka tjetër që është shumë shpirtnore, që lidhet me besimin e personit dhe me sakrificën, me sfidën që ai ka vendos ta bëj për hir të një besimi të diçkafi që është më e madhe në të cilën personi beson. Do të thonë, vetë ky element po të rrshet edhe ty. Do të thonë, po unë e përjetoj kur flitet kjo temë. Patjetër, sepse gjithë besimtarët muslimane përjetojnë kështu muajin e agjerimit. Do të thonë, është komponenta shpirtërore dhe imagjino në këtë ndjenjen e gëzimit, nga zëllimit, që është më shumë se sa vetëm një gëzim, çfarë përjetimi mundet me pas një besimtar gjatë këtij muaji dhe si kjo pastaj afekton botën e tij emocionale, shpirtërore. Do thonë, nëse ti je në një gjendje të stresit, të ankthit, dhe problemeve tjera shëndetit mendor, dhe papritmas vjen një muaj ku ti ki me zhvendos fokusin, mendimet e tua ma nuk janë ato mendimet me cilat ti ke qenë duke u shqetësu gjatë asaj periudhe, por është zhvendos vëmendja në diçka që është shumë e thellë, një përvojë shumë e thellë shpirtërore, automatikisht ndryshohet gjendja, ndryshohet përjetimi. Kështu që efekti është aty për aty, kisha me qujt vetëm sa ka filluar Ramazani, do të thonë fillon me u ndje ai efektin në aspektin emocional. Unë këtë pyetje që do ta bëj, ja kam bëj javën e kaluar edhe hoxhës, e cila e ka shpjeguar anën fetare, edhe e ka elaboruar si mënyrën më të mirë të mundshme. Ka persona të cilët agjerojnë edhe për nga tradita, pse familja agjerojnë komplet, dhe agjerojnë ose për arsye të ndryshme, por ja që gjithë dita ju shkon nervoz, me kokë dhëmbje, nuk janë disponim. Nga ana fetare, hoxha ka shpjeguar shumë mirë për këtë ju që se keni pa mundeni me gjetë emisionin e javës të kaluar, për menimin fetar të këta persona që agjerojnë dhe i ka faj dikush. Ç'është shpjegimi psikologjik Antigon? Po, Sarand, domethënë sa herë neve na ndalohet diçka, një rutinë që na e kemi dhe na ndalohet ajo rutinë, është mendim automatik, është ndjesi automatike nervozizmi, sepse na reagim automatik. Na dëshirojmë me bo ato që kemi bo çdo ditë, edhe te ushqimi. Domethënë na thjesht e kemi ndalu një rutinë dhe largimi i shprehive nuk është as pak i lehtë, prandaj këto varësit janë shumë vështira për trajtim. Por ajo bindja, besimi bën që njerëzit me kalu ma lehtë. Kështu që një nervozizëm mundet me qenë edhe i natyrshëm, është pikërisht për shkak të kësaj që jemi të ndalu, të tentu me ndalu, me ndërprej, me ndryshu një shprehi, që lidhet edhe, që nuk është vetëm një shprehi, po është një burim i energjisë për trupin tonë, andej është edhe një lodhje organizmit. Por mos harrojmë, kjo është një sfidë, një sakrificë që individi ka vendos me bo, për hir të diçkafi që është më e madhe se sa vetja, diçka që është më shpirtërore, më e thellë. Dhe kjo mandej e lehtëson edhe atë momentin e nervozizmit. Ramazani shërben shumë shpesh për besimtarët që ata jo vetëm me agjerim, me u përkushtu në fenë e tyre, po edhe përmes ritualeve të tjera fetare, të cilat për shembull falja e namazit që është në aspektin shkencor, po flas, është një lloj meditimi. Imagjino 5 herë në ditë i kemi ndërprer çkado që duke bë për me u përkushtu 3-4 minuta, 5 minuta, varësisht sa zgjat ajo, vetës edhe Zotit. Domethënë je në një kontakt direkt me veten. Në aspektin shkencor këto shkputjet nga rutinat janë të rekomandueshme dhe na në psikologji rekomandojmë
nalu pak, merr 5 minuta frym, bën disa pushime të shkurta për menaxhimin e stresit dhe problemeve të shumta që personat kanë. Kështu që në muajin e Ramazanit individi përveç agjërimit i bën edhe këto ritualet dhe kështu plotësohet ajo kujdesi, përkushtimi ndaj vetës vetë, kisha me thonë në fund të ditës, sepse ajo që ka bojnë ata për hir të Zotit të tyre, i kthen ata në kontakt me veten, dhe jo rrallë e ndëgjojmë në shkencë, në filozofi që kontakti me Zotin nënkupton edhe kontaktin me veten. E vërtet, kjo edhe është shumë shpirtnore, përjetohet ndryshe nga secili individ. Po du me ditë nga rastet të cilat miresh me ta. Tash se sa vite gjatë muajit të Ramazanit, kur kanë kaluar rastet. A ke dallu ndryshimin e qasjes tyne, e pranimit të gjithë situatës që rrethon dhe po përballet gjatë muajit të Ramazanit? Po, Sar, për shembull, është e vërtet ai nervozizmi që na e quajtëm, që është më shumë një irritim aty për aty i momentit, reagim ndaj një situate në trafik, domethënë një irritim i momentit, por për te ati irritimit, ajo që ka shohë të personat që agjerojnë, është një paqë që ndjejmë brenda vetës, një qetësi, dhe gjatë seancave kur diskutohen problemet të cilat i kemi diskutuar ndoshta edhe para Ramazanit, vrehet një qasje tjetër ndaj problemit. Për shembull, nëse kemi të bëjmë me një konflikt ndërpersonal, personi vetëm e sheh që ka zbut qasje ndaj personi tjetër edhe është bërë pak më i mëshirshëm dhe i qasë ndryshe problemit, konfliktit, nëse po flasim për një marrëdhënie në çift, për shembull, ku mundet me qenë kolma ajo nervozizmi dhe ndoshta na herë edhe agresiviteti, kur personi është agjërueshëm, automatikisht ka një qasje tjetër, fillon edhe për shembull thotë po ja lo Zotit, kam vendosur me marr më me qetësi, nashta edhe unë kom hinë gjëna, dhe më thënë, sikur ajo ndërgjegja ka fillu me fol, po thëmë kushtimisht, edhe personi është bo ma i mëshirshëm, ma i qetë, ma në paqe, tenton me gjetë një paqe me veten, edhe përkundër situatave në të cilat ata kalojnë. Një pyetje që po shpesh është diskutuar edhe në emisionet të ndryshme, me qëndrime të ndryshme të personave, që nuk duhet ta imponojmë ndjeshmërinë tonë ndaj agjerimit tek familjarët e cilët nuk agjerojnë. Në anën psikologjike, a trajtohet imponim kur ti e shpjegon një ndjesi të mirë që përfiton, apo trajtohet si motiv për të shtyrë të tjerët? Sepse këtu kemi një urë. Imponimi, nëse e përkthejmë, nëse e përshkruajmë, nuk kupton kur ti thua gjëra. Po, ti vendos që tjetri të bëj diçka apo mos të bëj diçka. Kur ti tregon një ndjesi tëndën, përshkruan një ndjesi tëndën para kujt do qoftë, ajo është thjesht një përshkrim i ndjesive të tua. Dhe tjetri vendos a don me marr apo nuk don me marr. Tash pak mundet me qenë një formë të mënyra që është e përshkruan, një tendencë e imponimit, po secili person i rritur e ka të drejtën edhe lirinë e përzgjedhjes, edhe nuk mendoj që është një lloj imponimi kjo. Një çështje që është diskutuar viteve të fundit shumë, se është rrit numri i të rinjeve, në ndërkohë dhe i fëmijëve të cilët agjerojnë. Dhe prindrit gjithmonë e kanë këtë sfiden, me lanë, a janë të vogël, a mund të ndikojë diçka negativisht tek fëmijët, për shembull 10-12 vjeçar, të cilët me vullnetin e tyre pranojnë të agjerojnë? Nëse nuk ka një problem shëndetësor, ata munden me ja dalë, nuk ka asnjë problem, përkundrazi, nëse shohim në aspektin psikologjik, kjo agjerimi e rrit vetë kontrollin të fëmijët dhe të rriturit, e rrit disiplinën, do më thonë, e rrit durimin, i bën më të durueshëm, kështu që një tjetër aspekt që është prezent të fëmijët, që është më shumë të fëmijët se sa të rriturit, ndoshta është e rrit ndjenjën e vetbesimit. Tash u keni me thonë qysh të mos hangër buk, ai ka me qenë më me vetbesim. Për shkak se ai ka filluar me e sfidu veten, prej këtij orari deri në këtë orar mos me hangër kur gjë, as ushimet që i dalin përpara, as mos me pi ujë, edhe nëse është i lodhur, nëse ka një test në shkollë, ka vendos me privu veten prej kësaj
dhe ja ka arrit. E kur bëhet koha e iftarit dhe kur bëhet 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, ata e ke pa fëmijët i numrojnë edhe sa ditë kanë agjeru, sepse kështu ata i tregojnë vetës që unë po mundem. Kur unë ja jap këtë mesazh vetës, kjo automatikisht ndikon që unë ndjem ma me vetë besim. Do të thonë, unë mund t'ja dal një sfide siç është Ramazani dhe kur në të ardhmen mund të ke një sfidë tjetër me cilën ata ballafaqohen, truri jonë e ka këtë aftësinë me i rujt informatat. Dhe në formë të pavetdijshme, kur ndodhen në situata të ngjashme, të jep një opsion ti mundesh, se të kujton atë situatën kur ti ke mujt. Le të themi nëse si fëmijë, unë gjithmonë i motivoj fëmijët me qenë ma shumë natyrë, me bon gjitje në për ata drejt qësh nështë gjeneratat e mia dhe ma të hershme kemi jetu drejt për drejt me natyrën dhe ato lojrat me cilat jemi sfidu. Këto i kemi kriju në ato shkatësit dhe sot nëse unë vendosem në një situatë ku kërkohet me qenë e shkatë, trupi em ka me funksionu në njërë automatike, sepse i ka të rujtu në memorjet e krimit atyre shkatësive dhe thot po ti mundesh edhe thjesht të vjen me po. Kështu që e njëjta ndodh edhe te Ramazani, nëse në këtë sfidë ata fillojnë edhe arrijnë me sukses, rritet drejt për drejt vetbesimi tyne. Bëhen ma disiplinuar, bëhen ma durueshëm dhe ka benefite edhe ma të lumtur në fund ditës janë edhe ma të lumtur. Kjo ka rëndësi që e shpjeguam sepse gjithmonë është edhe ajo meraku i prindërve në përgjithësi, në veçanti i nanave që është shkollë, me mësu, pak pa gjom, ndoshta pak pa ëngër, mos po i bën keq, mos nuk po mundet me pas koncentrimin në nivel. Gjithmonë një kontroll, kisha me rekomandu një kontroll prindror, kish me qenë shumë i nevojshëm, me pa sa me të vërtet fëmiu ka aftësi të përballimit, edhe në aspektin fizik, edhe në atë psikologjik. Është shumë e rëndësishme që gjatë Ramazanit fëmijët kenë gjumin e mjaftueshëm, sepse i dim ato ndërprerjen e gjumit për shkak të syfyrit, domethënë prindrit kujdesen që fëmia të merr gjumin e mjaftueshëm dhe nëse shohin që është lodhë dhe ka pas një ndikim në aftësitë e tij për shkollën, atëherë duhet t'i thuhet aq sa mundesh. Për shembull unë i kam thënë fëmijëve të mi, nëse 2 orë ke agjeru, mjafton për ty, kaq ke mundësi. Domethënë le t'i japim sfida, po le t'jenë të përballueshme për ta, që mos t'i demoralizojmë pse unë smujta. Domethënë ata janë fëmijë, është prindja ai i cili duhet me qenë gjithmonë duke u përkujdes edhe me mbështet krejt procesin e rritjes tyne. Shumë mesazhe mirë në mënyrë që fëmia as mos dëshpërohen, por edhe ta krijojnë shprehin edhe të agjëruarit, por edhe të disiplinës që natyrisht krejt kjo në kuadër të asaj nëse ata veç kanë shpreh dëshirën për shkak se kultura familjare, tradita, feja atyre. Saktë, pikërisht për këtë edhe e bëna pyetjen. Janë një pjesë shtetarëve Antigon, të cilët thonë me zemër e kisha agjëru, po s'muj me nejt pa kafe, po s'muj me nejt pa ujë, po cigare, ku ta dion, i kanë disa praktika, rutina që menojnë që suni lëvizin. A pajtohesh me faktin që njerëz nuk mund ta ndrojnë një shprehi? Pajtohem. Po i sfidojnë pak. Unë e di që ata munden. Unë e di që ata munden, por që ndonjëherë njerëzit e varin komplet jetën e tyre në diçka. Për shembull, dikush e ka panik nëse nuk e ka një tabletë të cilën e konsumon me vite për një problem të caktuar shëndetësor. Dhe nëse shkon dikon mysafir dhe nuk i ka ato tableta, fillon me ka panik. Domethënë komplet jeta e tyre varet në atë rutinë. Ose është mësuar me funksionu me 5 kafe në ditë, dhe thotë nëse nuk i pi 5 kafe unë s'funksionoj, ose 3, ku diun. Sasi caktuar të kafes. Nuk kemi lind me atë aparatin e kafes në dorë ose me filxhanin e kafes. Domethënë që organizmi jonë nuk e ka patjetër me funksionu me kafe, mundet me funksionu edhe pa atë kafe, por që ajo është mbetet butkuptimi i personit, dën ose nuk dën, ose mundet me u sfidu ose s'mundet, sepse nuk po du me i gjyku, po du me ju tregu që munden me e bo, se s'ka kur gjë që s'munden me bo, por që ndonjëherë njerëzit thjesht nuk janë gati me sfidu veten, për shembull ka një gjendje tjetër në të cilën ndodhet edhe thjesht si jam gjendje tash me nejt edhe pa kafe, se ka probleme tjera, kështu që edhe nuk po du me i gjyku as ata. Jo, absolutisht me me i gjyku, por ndoshta me i ndihmu, për shembull me u tregu disa mekanizma që mund me i provu
apo munden me të vërtet mja dalë? Po, munden me testu, gjithmonë s'kemi nevojë me fillu me 30 ditë, hajde bëne ditën e parë, vendose një ditë. Ka edhe persona që agjerojnë ditën e parë, ditën e fundit, më thënë se aq ndjenë se munden. Më thënë, kjo krejt është në kuadrë të asaj që meja dëshmu vetët që mundën, sepse pa provu kur s'munësh me ditë sa mundësh. Por ka shumë rëndësi edhe ajo që këta në feje quajnë njeti ose qëllimi kur ti ke vendos me e bo, ka shumë rëndësi sa i vendosu njën ato që dënë me bo edhe ideja është a dënë as dënë. Jo a moj as moj. Se shpesh dojnë, po nuk e kem njetin. Zdënë i bje. Po mënona me i marë pytjet ma interesante të cilat i ka ndërgu shikus tonë, sepse ju kemi tregu që do të flasim me psikologën. Ndihmon agjerimin e zhvillimin e vetë kontrollit më të mirë në aspektet tjera të jetës. Njona prej pyetjeve. Po, sepse duke mësu me kontrollu nevojën për ushqim, dëshirën për ushqim, dhe sfidat që mundesh me pas ushqime rreth teje, ti mësohesh me kontrollu edhe në aspektet tjera pastaj, varësisht prej situatave, mësohesh me kontrollu emocionet e tua. Kështu që po, ndihmon. Ndihmon në edhe vetë kontroll. Unë e kisha lidhë dashka një pyetje pikërisht me këta, a mundet me u shfryzu këtë 30 ditëshi si një periudhë që e the e qetësisë, reflektimit për me ndryshu disa zakonet këqija, shprehit këqija tonat, nuk po du me e minu cilat, po çka do qofshin ato? Jo rallë e shë gjatë përvojës të është edhe me persona të varur nga drogat, alkoholi. Jo rallë e kam pa që e kanë shfrytzu muajin e Ramazanit për me fillu një ikje largim nga ato shprehit këqija dhe një rikthim të besimi i tyre, kështu që kam pa në praktik, po e tham prej përvojës, kam pa që ka qenë ndihmues për këta persona. Kështu që edhe shprehit e tjera mundet me qenë ndihmuese. Prap po tham krejt varet prej asaj a don apo s'don. Po. Gjatë rrugës mundet me pas gjithmonë vështirësi, asnjë qëllim nuk arrihet krejtësisht lehtë, por na nuk duhemi me u ndalë me njerë në vështërsinë e parë ose në dytën. Duhemi me u ndalë vetëm kur te kemi arrit qëllimin. Sakt, edhe kur e sheh veten para pasqyrës edhe thuja dola. Po, pikërisht. Por që është thënë disa herë, edhe nuk është që e kam shpikun as Antigona këtë fjalë, po nëse 10 herë jemi rrëzuar, të ngritemi të 11-ën, po edhe nëse të 11-ën rrëzohemi të ngritemi edhe për herën e 12 dhe gjithmonë të luftojmë deri t'ja dalim. Dhe kur po flas këtë fjali, nuk po tham vetëm për agjerimin, por në përgjithësi për çdo pengezë, sfidë të mirë tjetër që na vjen. Për motivin e njerëzve për me arrit një qëllim. Unë e kam një shembull që e përdori shpesh, ai labirinti që është edhe është miu, edhe atje djathi gjej rrugën për të djathi. Miu asnjëherë nuk ndalet pse herën e parë nuk e ka qellu rrugën. Ai vrapon derisa pas erës së djathit derisa të arrin me gjetë rrugën. Kështu që asna nuk duhemi mu ndalë derisa të arrim qëllimin. Nuk ka gabime, nuk ka dështime në jetë, nëse nuk ja kemi qellu herën e parë, nuk kemi dështu. Dështojmë vetëm nëse nalemi. Ka orvatje, tentativa dhe mos qëllim i rrugës së dur. Për me zhvendos temen, sa po e përmendë mirë, ma hupe vetë besimin. Ra vetë besimin. Ra vetë besimin. Ja nisa me këqy. Unë gjatë fobia. Nuk është teme që lume për me folë me mu. Okej. Këtu qalojmë, Antigona. Jo, pak shaka në mënyrë që... Cila është një kopë që të pëlqen? Krejt qirat. Okej. Macja. Të e nëzonat minin. Jo, ndrojmë temë, shkojmë temën tonë. Janë persona edhe që janë shqetësim edhe për mjekësin, po edhe që psikologë kanë raste të shumta, të cilat kanë çrregullim të ngrënit. Sado që mund të nglloj shumë i lehtë si çrregullim, është çrregullim shumë serioz. Qofshin ata që nuk e kontrollojnë të ngrënit, qofshin ata të cilët vjellin me qëllim çkado që konsumojnë dhe është një shqetësim shumë i madh. Sa mendon, po flas nga aspekti i shëndetit mendor, që këta pacient dhe këta persona ka nevojë pikërisht si pjesë të trajtimit psikologjik edhe agjerimin ta bëjnë? Gjithmonë kur flasim për çrregullime duhemi me pas kujdes, sepse tash përtej të mirave dhe dobive të Ramazanit nuk mundem me prit që
gjithçka tjetë një mrekulli, sepse po flasim për disa çrregullime, për shembull, nëse personat marrin terapi të caktuar prej psikiatrit, gjithmonë duhet të kenë kujdes, mundet me qenë shumë i dobishëm Ramazani, por në mënyrën që ata e menaxhojnë edhe që ata menaxhojnë edhe me ilaçet, mundet me qenë edhe një kontraefekt të cilin nuk mundemi me parashiku. Prandaj, jo gjitha këshillat vlejnë për gjitha rastet edhe gjithë personat, kështu që një pyetje shumë e mirë kjo. Jo rrallë personat me bulimi dhe anoreksi, që janë çrregullimet e të ngrënit, kanë probleme të menaxhimit të vetës dhe thjesht Ramazani, agjërimi, nuk kisha me thonë që është zgjidhja e dur, sepse këta persona ka nevojë për një tretman, një ndihmë psikologjike, për me menaxhu krejt ato problemet me të cilat ata ballafaqohen. Mos të keq kuptojnë njerëzit këtë çështjen anoreksisë dhe bulimisë, nuk është thjesht se dikush ka ma shumë apetit e dikush nuk ka apetit, po është një problem pak ma i thellë, i cili duhet me u trajtu. Dhe nëse personi me një problematik të tillë është duke u trajtu nga një psikolog ose psikiatër, gjithmonë le të diskutoj për procesin e agjërimit me mjekun ose me psikologun e tij ose të saj. Shumë mirë që dhe jo vetëm për këto problematika, po edhe për probleme tjera. Nëse veç jemi me terapi nga psikiatri, gjithmonë rekomandohet që ata paraprakisht me u konsultu. Kam vetëm edhe një pyetje të fundit, edhe është shumë e rëndësishme, po ashtu edhe kjo, ndjenja e fajit është ajo që na dërgon shpesh në vendime të gabuara, në ndjesi të gabuara, dhe po du me klasifiku personat të cilët me vitet të tona në jetën tyne kanë agjëruar, po për çështje shëndetësore të këtij viti, të smundjeve të cilën tashme po përballen, tabletave që përdorin, çka do qoftë arsyeja, nuk do agjërojnë më. Dhe kjo ndjenja e fajit sikur i lëndon shumë. Çfarë ju kishte thënë këtyre personave? Sidomos janë të moshuarit te kjo pjesë, por jo vetëm. Por jo vetëm, edhe kjo një kujdes që na duhet me tregu, sepse sa herë po flasim për dobit, ata kanë me undje në faj se s'mundem me agjëru, edhe i ngrisim ato dilema të këta persona. Do më thonë, nëse agjërimi qenë ka kaq i mirë dhe me kaq shumë benefite, çka po bëjon që nuk po mundem me agjëru, janë disa kushte shëndetësore të cilat me të vërtet në cilat nuk e lejojnë agjërimin, kështu që personi duhet me qenë në realitetin e tij, se dëshira është prezente, por realiteti i tij shëndetësor thotë që nuk mundesh me bo, kështu që gjithmonë duhet të kthehemi te realiteti. Me gjetë atë balancin mes dëshirave dhe mundësive. Jo gjithmonë është e lehtë, sepse na dojmë diçka, po s'kemi mundësi me bo. Edhe ky është një prej atyre rasteve ku personi ka dëshirë me bo, ka vullnetin me bo, me agjëru, por nuk ka mundësi shëndetësore dhe na gjithmonë themi gjeje balancin, do më thonë ktheu te ajo çka është më e rëndësishme në këtë rast, zgjidhja e shëndetit si prioritet është më e rëndësishme. Shumë më rëndësi Antigonë që e ceke këto, sepse është emocioni veçantë kur i ndëgjon, sidomos të moshuarit që kanë agjëruar mbi 10-20 vite dhe për arsye shëndetësore më nuk agjërojnë dhe sigurisht shoqëron ajo ndjenja e fajit çdo ditë. Por prapë se prapë, të gjitha ata që janë të besimit islam e praktikojnë me lutje, me dhënie të iftareve, me çka do qoftë dhe është sikur një shpagim i emocionit dhe ndjenjes së fajit që e kanë. Feja i lejon disa si më thuj, domethënë benefite për ata që s'mund të agjërojnë, me thonë. Me shpagu në një mënyrë të caktuar për këto raste, nuk do më thënë që me siguri me hoxhen i keni diskutuar ato që nuk janë të fushës time, por çka është me rëndësi, ajo ndjenja e fajit le të përpunohet për personave le të gjejnë paqen, sepse shëndeti është gjithmonë më i rëndësishëm dhe nuk besoj që as Zoti jon ka nevojë që na me qenë të pashëndetshëm për hir të një sakrifice që duhet ta bëjmë për to. A agjeron Antigonë? Po, unë jam të ky grupi personave që vitin e kaluar s'ka mujt me agjëru për shkak të shëndetit dhe një ndërhyrje kirurgjike, po falë Zotit si vjet kam qenë mirë dhe kam pas mundësi me agjëru, kështu që jam agjëruar. Dhe janë një shembull i mirë ku psikologja e pranon dhe është shumë normale nëse mjeku ju thotë nuk mund të agjëroni. Nuk është në fajin tuaj, nuk është në dorën tuaj, ja ku ndallet nga personalja Antigonë. Agjërim të lehtë, le të planuar. Gjithë ty dhe gjithë shëmbullsve të familjes.
Shumë kënaqësi me folë për këtë temë kaq të rëndësishme sepse benefitet janë aq të mëdha. Kështu që faleminderit shumë për çdo përgjigje edhe për këtë grup moshat që mundum me i përtheku në pyetjet e shëndetit mendor dhe agjerimit. Paqen shëndet. Faleminderit shumë. Ishëm bashkë me miken tonë Antigona Qenaj Sejdiu, me cilën kemi folur për shëndetin mendor dhe ndikimin pozitiv benefitet nga agjerimi. Dhe kur po tham agjerimi, jo domosdoshmërisht folëm vetëm për agjerimin nga pjesa shpirtërore dhe fetare, por folëm edhe për agjerimin fasting si proces shëndetësor ku studimet tregojnë që benefitet shëndetësore deri tek shëndeti mendor janë shumë të larta. Nëse nuk e keni pa komplet intervistën, mund ta gjeni të plot në kanalin tonë në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në portalin Familja Jon, kudo që ju jeni ndjekës tonë, dhe vazhdoni me na ndjek edhe me ftu miq tuaj, me na ndjek për çdo temë dhe mysafir që kemi në studio. Prej Antigone do të kalojmë në një temë krejt tjetër, do të flasim për implantet dentare. Kush janë kandidat potencial, ku rekomandohet implanti, a ka pasoja, është rrezik, është intervenimi vështirë, shumë përgjigje tjera, do t'i marrim në studio nga implantologja, kirurgja orale, doktoresha Lindita, e cila do t'vje pas pak në studio.